Ka nisur faza e tretë e konkursit muzikor Bilbilat e Vegjël këndojnë në ambientet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia në Shkodër. Aktiviteti mbledh fëmijë të talentuar nga shkollat e qytetit dhe zonave përreth, duke vijuar një traditë të konsoliduar në promovimin e zërave të rinj dhe edukimin artistik të brezit të ri. Në këtë fazë janë rreth 180 fëmijë, pra të përzgjedhurit më të mirët e fazave të kaluara, bashkuar me gjysfinalistët dhe finalistët e vitit kaluar. Edhe kjo fazë do të zhvillohet në ambientet e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia për t'i lënë më pas vendin zhvillimit të gjysfinales dhe të finales në Teatrin Migjeni. Ndryshe nga vitet e kaluara, një pjesë e fëmijëve konkurrues këtë edicion janë paraqitur me këngë të festivaleve për fëmijë ndër vite. Ky ndryshim në format synon të rikthejë në vëmendje repertorin e njohur të muzikës për moshat e reja. Në platformën e këtij aktiviteti është përcaktuar që fëmijët e arsimit fillor do të konkurrojnë vetëm me këngë nga Festivali Markombëtar i Fëmijëve. Kjo vjen si kërkesë edhe e promovimit të festivalit të mbesin në kujtesë dhe këto fëmijë të rriten pra pikërisht me këngë që atyre i takojnë. Faza e tretë përbën një tjetër hap drejt finales së këtij konkursi, i cili prej vitesh shërben si një platformë e rëndësishme për zbulimin dhe zhvillimin e talenteve të reja muzikore, duke forcuar rolin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia si një qendër kyçe jetës artistike për fëmijët në Shkodër.